Shikues të nderuar, ju përshëndes, jemi në minutat editarit informativ në RTS Gjirokastra, ku ndër të tjera sot do të keni mundësinë të ndiqni. Gjatë mbledhjes së grupit parlamentar të Partisë Socialiste, kryeministri Edi Rama prezantoi nismën për ndryshimet ligjore mbi pezullimin e funksionarëve kushtetues dhe bëri të ditur se ka refuzuar 3 herë dorëheqjen e Belinda Ballukut. Ai kritikoi arrestimet në administratë dhe rikonfirmoi mbështetjen e mazhorancës për një drejtësi të pavarur dhe për reformën në drejtësi. Në fshatin Asim Zeneli në bashkinë Gjirokastër, prurjet e shumta të ujit kanë dëmtuar kanalin Vaditës përgjatë rrugës kryesore, si dhe segmenti rrugor që lidh fshatin me qytetin, duke krijuar vështirësi në qarkullim dhe duke ndikuar drejt për drejt në tokat bujqësore. Glikoja mbetet një nga simbolet më të forta të traditës dhe mikpritjes nëpërmet. Në çdo familje ruhen recetat e trashëguara brez pas brezi, ndërsa për shumë gra kjo traditë është kthyer edhe në burim jetese. Një prej tyre është Alketa Qyraj, e cila prej 11 vitesh merret me përgatitjen e glikove artizanale. Kemi udhëtuar këtë të hënë në fshatin Sutëli Bohobës, në fshatin që dikur njihej për prodhimin e dardhë dhe perimeve që furnizonin tregun e Gjirokastrës, i cili ka mbetur me pak banor, që merren me bujqësi dhe blegtori, duke ruajtur traditat e hershme të zonës. Ju njohim tani më gjërësisht. Gjatë mbledhjes së grupit parlamentar të Partisë Socialiste, kryeministri Edi Rama prezantoi nismën për ndryshimet ligjore mbi pezullimin e funksionarëve kushtetues dhe bëri të ditur se ka refuzuar 3 herë dorëheqjen e Belinda Ballukut. Ai kritikoi arrestimet në administratë dhe rikonfirmoi mbështetjen e mazhorancës për një drejtësi të pavarur dhe për reformën në drejtësi. Kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama mblodhi grupin parlamentar të forcës që ai drejton në kryesinë e kuvendit për të prezantuar nismën ligjore që forcon ndarjen mes pushtetit gjyqësor dhe 2 pushteteve të tjera. Nisma thjesht dhe vetëm adreson një juristët e quajnë boshllëk, unë them një problem që nuk duhet shfaqet më, s'duhet i shkoj më në mend askujt që me fuqinë e prokurorit edhe me verbërinë e gjykatësit që i shkon prokurorit nga mbrapa pa arsyetuar të marrë peng një funksion kushtetues. Gjatë fjalës së tij, kryeministri Rama komentoi vendimin e gjykatës kushtetuese të Shqipërisë për rastin Balluku. Ai e quajti mosvendim, ndërsa theksoi se nisma nuk cënon pushtetin gjyqësor, por sipas tij, pezullimi prek funksionin një personin. Pezullimi nuk cënon personin, i cili prezumohet që është në një proces hetimi. Pezullimi cënon funksionin. Ne kemi antarë të gjykatës kushtetuese të Republikës së Shqipërisë që nuk kanë dhënë kur një vendim të vetëm që të jetë një vendim në anën e qeverisë. Vim tek mosvendimi. Çfarë bën mosvendimi? Mosvendimi bën që çdo njëra nga ato figura që u përmendën në relacion të jetë vulnerabël ndaj pezullimit. Kryeministri deklaroi se zëvendësja e tij i ka paraqitur 3 herë dorëheqjen, ndërsa ky e ka refuzuar. Belinda Balluku ma ka dorëzuar 3 herë dorëheqjen. Një herë kur ju ngrit akuza, herën e dytë kur ju bë pezullimi i parë dhe herën e tretë mbasi gjykata kushtetuese nuk mori vendim. Dhe të 3 herët jam unë që kam refuzuar dorëheqjen. Shefi i ekzekutivit theksoi mëtej se çështja është në proces në kuvend, do të trajtohet me përgjegjësi nga ana e socialistëve. Fillimisht parlamenti do shprehet për imunitetin, më pas do të shqyrtohen ndryshimet ligjore, duke i mshuar faktit se rasti konkret nuk lidhet me nismen. Rasti konkret është në proces në kuvend në Shqipërisë dhe do trajtohet me gjithë përgjegjësinë që ne kemi si shumicë qeverisë. Gjatë fjalës së tij para deputetëve, shefi i ekzekutivit u tregua kritik ndaj arrestimit të punonjësve të administratës. Ai tha se disa prokuror po i përdorin rastet për të forcuar CV-n e tyre, me synim përfshirjen në prokurorinë e posaçme. Është bërë pa tolerueshme ajo që ndodh në prokuroritë e rrethave, me fletët e arresteve që shpërndahen si të ishin ftesa për dasëm, për të mbushur prokurorët CV-n e tyre që të paraqiten nesër si kandidat të ardhshëm për prokurorinë speciale. Në fund të fjalës së tij, kryeministri garantoi se do të vijojë të mbështesë po njësoj reformën në drejtësi.
Në fshatin Asim Zenel të bashkisë Gjirokastër, prurjet e shumta të ujit ka dëmtuar kanalin Vaditës për gjatë rrugës kryesore, si dhe segmenti rrugor që lidh fshatin me qytetin, duke krijuar vështirësi në qarkullim dhe duke ndikuar drejt për drejt në tokat bujqësore. Rreshtet intensive të shiut që përfshin qarkun e Gjirokastrës gjatë muajit që lan pas kanë sjell problematika të shumta edhe në zonat rurale. Konkretisht ndodhemi në fshatin Asim Zenel, ku për shkak të prurjeve të shumta të ujrave që vinë në kanalin Vaditës të kësaj zone, janë dëmtuar pjesë të konsiderueshme të tij si dhe infrastruktura rrugore, siç e shikoni edhe nga pamjet mbrapa nesh, duke sjell vështirësi për banorët e kësaj zone, sidomos gjatë orëve të mbrëmjes. Kjo problematik po ndikon drejt për së drejti edhe në tokat bujqësore apo qarkullimin e automjeteve, sidomos edhe të turistëve vendas apo të huaj që shpesh vinë. Ne para një muaj kemi pasi problematik të madhe me rreshtet e mëdha të shiut. Dhe kanë ardhur dyndje të mëdha shiu dhe ka prishur gjithë të kanalin. Aty në disa pika, 3-4 pika nga këtu deri aty për poshtë, ka bërë gërryerje edhe te rruga. Mendoj se duhet pak ndërhyrje dhe sa më shpejt, sepse orët e vona të natës, sidomos ata që nuk e njohin rrugën, që s'janë nga zona, ekziston mundësia të pësojnë aksident. Nëse bie dhe një shit prapë përsëritet shiu, i njëjti si ai që u bë radhën e parë, siç e shikoni dhe vetë, kjo mund të bëhet të bllokohet rruga fare. Iku gjatja, aty te ura, ka ikur. Po të vazhdoj kështu, po ti sa vite? Do e ki gjatja. Gjatja që këtu të këura që e gëmisu, edhe le kanalet të një më të një amushe dhe arat i ka berë kënë pastruar. Si pas informacioneve të marra pranë bashkisë Gjirokastër, pritet ndërhyrje e menjëhershme pas qetësimit të vërshimit të ujrave për të bërë të mundur një rehabilitim sa më të saktë të kësaj problematike. Rreshtet intensive të mes janarit kanë sjell pasoja të rënda në zonën veriore të Përmetit, ku 10 familje janë detyruar të lënë banesat për shkak të rrezikut. Situata mbetet shqetësuese për shkak të një masivi të zhvendosur që rrezikon stabilitetin e zonës. Banorët kërkojnë ndërhyrje urgjente, ndërsa bashkia ka angazhuar shërbimin gjeologjik shqiptar për vlerësim teknik të terrenit. Shirat intensiv të mes janarit kanë lënë pas pasoja të rënda për 10 familje në zonën veriore të Përmetit. Edhe pse moti keq që është larguar, rreziku mbetet. Në pjesën veriore të lagjes është krijuar një masiv i zhvendosur dhe një hendek, disa metra i thellë që sipas banorëve përbën kërcënim serioz. Pamjet tregojnë një spostim të terrenit duke ngritur pikpyetje mbi sigurinë e zonës në të ardhmen. Banorët kërkojnë ndërhyrje urgjente nga institucionet pasi friksohen se rreshtet e radhës mund të sjellin pasoja edhe më të rënda. Por rrezik është shumë. Dhe mu të vi këtë janë shtëpi, nuk dihet. Do vijë. Se ne mu të bire pishat, nuk dihet. Disë ndonë nga njëre rrezikon dhe shtëpit e tjera rrezikojnë. Bëndi shfarla. Nga e të kam parë bëndi në shfarla ka u shpisë tonë, andaj. Tjera rrezikon shumë. Nënkryetari i bashkisë Flori Hasani deklaron se situata kërkon ndërhyrje të menjëhershme për të parandaluar përshkallëzimin e mëtejshëm të rrezikut dhe për të garantuar sigurinë e banorëve. Për këtë arsye është kërkuar edhe mbështetja e shërbimit gjeologjik shqiptar për të vlerësuar situatën. Pas konstatimeve që është bërë dhe verifikimeve që është bërë në ana e bashkisë, është kontaktuar, është marrë komunikim me shërbimin gjeologjik shqiptar për të bërë një vlerësim sa më të saktë të situatës. Ditën që ka ndodhur ngjarja janë evakuar 4 familje, të cilat janë sistemuar që të gjitha për ditën që ka ndodhur dhe më pas kanë shkuar tek afërmit e tyre apo në banesat të tjera pasi ka patur familje që jetonin me qera. Për këtë pritet një vlerësim më i saktë nga ana e shërbimit gjeologjik, duke qenë se bashkia nuk i ka burimet njerëzore për të bërë një vlerësim sa më të saktë të situatës. Dëmët që shkaktuan shirat e mes janarit janë të pallogaritshme për 10 familje të kësaj lagjeje të Përmetit. Banesat e tyre janë dëmtuar rënd, ndërsa shumë prej tyre janë detyruar të largohen përkohësisht, duke u strehuar në konvikt apo pranë të afërmve. Sipas llogaritjeve paraprake, humbjet kapin vlerën e 10 milion lekëve.
Fondi Social Kombëtar për vitin 2026 është zgjeruar dhe ka përfshirë të gjitha bashkitë e qarkut të Gjirokastrës. Për këtë vit pritet të financohen 8 shërbime të reja të dedikuara për fëmijët dhe nënat në nevojë, personat me aftësi të kufizuara dhe të moshuarit, duke siguruar mbështetje dhe shërbime sociale aty ku qytetarët kanë më shumë nevojë. Fondi Social Kombëtar për vitin 2026 është zgjeruar dhe si pasojë edhe bashkitë e qarkut Gjirokastër janë përfituese të këtij fondi. Për këtë vit pritet të financohen 8 shërbime të reja të dedikuara për fëmijët dhe nënat në nevojë, për personat me aftësi të kufizuara, për të moshuarit, si edhe për kategori të tjera në nevojë, duke garantuar shërbime sa më pranë komunitetit. Qarku Gjirokastër tashmë të gjitha bashkitë i ka të pajisura me fond social, ku këto bashki kanë ngritur ekipet për kace dhe sigurojnë shërbime të reja për njerëzit dhe për çdo qytetar që ka nevojë. Dhe konkretisht në qarkun Gjirokastër kemi 8 shërbime, ku një shërbimi përket Këshillit Qarku dhe është qendra terapeutike për zhvillimin e fëmijëve, e cila financohet nëpërmjet fondit social, edhe janë dhe 7 shërbime të tjera të ngritura konkretisht në bashkitë Dropull, Libohov, Tepelen, Këlcyr, përmet janë shërbime të ngritura për moshën e tretë. Kemi dhe 2 qendra të cilat financohen për shërbime për fëmijë dhe kemi dhe 2 shërbime lëvizje të cilat financohen në Libohov edhe në Gjirokastër për persona me aftësi ndryshe. Ky fond ju vjen në ndihmë bashkive për ngritjen dhe zgjerimin e shërbimeve sociale, duke krijuar mundësi të reja mbështetjeje për qytetarët në nevojë. Për të garantuar qëndrueshmërinë e shërbimeve, fillimisht financohet në masën 90% nga Ministria e Shëndetësisë me fonde shtetërore, dhe në vitin e 2 dhe të 3, ky fond ulet gradualisht derisa këto njerëz dhe këto burime njerëzore gradualisht pastaj bëhen pjesë e bashkive përkatëse ku funksionojnë. Për vitin 2025, Fondi Social për qarkun Gjirokastër ishte 38 milion lek, ndërsa rreth 600 përfitues morën shërbime përmes këtij programi. Nuk ka asnjë shpërthim aktiv të fruthit në vend. Epidemiologu i Institutit të Shëndetit Publik Artan Simaku bëri të ditur në një mesazh të shpërndar nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale se nuk rezultojnë në raste pozitive dhe as vatra në shkolla apo kopshte. Ai u bëri apel prindërve të vaksinojnë në kohë fëmijët, pasi fruthi është një sëmundje virale shumë ngjitse që përhapet përmes ajrit. Epidemiologu pranë Institutit të Shëndetit Publik Artan Simaku deklaroi sot se nuk ka asnjë shpërthim aktiv të fruthit në vend. Në një videomesazh të shpërndar nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale, Simaku tha se bazuar në të dhënat e survejancës epidemiologjike në vend nuk ka raste pozitive me fruth dhe as shpërthime në institucionet shkollore dhe parashkollore, publike dhe ato private. Bazuar në të dhënat e survejancës epidemiologjike në vend, nuk kemi raste pozitive me fruth momentalisht dhe nuk ka as shpërthime qoftë në institucionet parashkollore dhe shkollore publike, qoftë edhe në ato private. Pra nuk ka vend fare për panik për prindërit dhe për të gjithë shoqërinë. Në vitin 2024, Shqipëria u certifikua nga Organizata Botërore e Shëndetësisë që e ka eliminuar fruthin në vend. Rastet sporadike që mund të evidentohen menaxhohen me gjurmim të shpejtë të kontakteve, izolimin dhe vaksinimin e tyre dhe sipas protokolleve shëndetësore. Mjeku Simaku përsëriti apelin për prindrit me fëmijë të vegjël që të vaksinojnë në kohë fëmijët e tyre, sipas kalendarit të vaksinimit për parandalimin e rasteve pozitive me fruth në të ardhmen. Është shumë e rëndësishme për prindrit dhe fëmijët vegjël që të vaksinojnë në kohë fëmijët sipas kalendarit të vaksinimit për parandalimin e rasteve pozitive me fruth në të ardhmen. Fruthi është një sëmundje virale shumë ngjitëse dhe në rastet kur i prekurin nga fruthi, kollite, teshtin apo flet, mikrobet e infektuara që lëshohen në ajër prej tij mund të infektojnë personat e tjerë përreth. Prej 16 vitesh, disa ditë të muajit shkurt i kushtohen miqësisë mes gazetarëve shqiptar, një traditë që ka forcuar bashkëpunimin dhe komunikimin në hapësirën bashkëshqiptare. Kryetari i Unionit të Gazetarëve Shqiptar Aleksandër Çipa vlerësoi përfshirjen në edicionin e këtij viti të gazetarëve nga i gjithë Ballkani Perëndimor me fokus promovimin e aseteve turistike të jugut të Shqipërisë.
Disa nga ditët e muajit shkurt, prej 16 vitesh tashmë, i kushtohen miqësisë mes gazetarëve shqiptar. Kryetari i Unionit të Gazetarëve Shqiptar, Aleksandër Çipa, vlerësoi faktin që në edicionin e sivjetëm të ditës së miqësisë u përfshin gazetarë të ardhur nga gjithë hapësira e Ballkanit Perëndimor, hapësira shqiptare kryesisht, me fokusin njohjen e aseteve turistike të jugut shqiptar. Në zonën e Dropullit ku jeton pakica greke, ku gazetarët e ardhur nga rajoni Union me pasurinë etnografike, kulturore, me vlerat e identitetit lokal të tyre dhe në mënyrë të veçantë raportet midis shqiptarësisë dhe grekësisë në këtë rajon të pakicës greke. Mandej ndalimi që u bë në Saran përfshiu një forum, një panel ku gazetarët diskutuan për asetet turistike që ka Saranda, për perspektivën e këtyre aseteve, projektet zhvillimore dhe nevojat për të pasqyruar mediatikisht, sidomos në sezonet turistike të bashkisë së Sarandës. Ndalesa e fundit ishte në bashkinë e Himarës, ku vizita në pjesën më të vjetër të qytetit në Kalan e Himarës. Ky edicion përmbyllet këtu për të përsëritur dhe vazhduar më tej në vitet e ardhshme, duke shënuar njëkohësisht edicionin e 16 të realizuar ndër vite. Gjatë qëndrimit në Sarand, interesi gazetarëve pjesëmarrës në eventin e miqësisë u drejtua me njohje nga asetet turistike të këtij qyteti. Qyteti antik i Butrintit dhe problematika të vizitueshmërisë në rritje e të menaxhimit të tij morën vëmendje të posaçme të gazetarëve gjatë vizitës në këtë pasuri tashmë 34 vjeçare në UNESCO. Duke udhëtuar drejt rivierës shqiptare, një ndalesë veçanërisht tërheqëse ishte kalaja Porto Palermos. Gjatë bashkëbisedimit, këshilltari i Bashkisë Himar, Thimjo Gjinuci, u tregoi gazetarëve të pranishëm për profilin e Bashkisë Himar. Mariotët kanë udhëtuar në gjithë botën në vite që njerëzit. Gjithë bota atyre ishte vetëm në borë. Ikën, sollën, gjithë kjo miksi kultura, se Himara ka shumë kultura, dhe nuk duhet të ndajmë këto. Organizimi ditëve të miqësisë mes gazetarëve është kthyer tashmë në një traditë të qëndrueshme që lëviz e fokusohet në të gjithë hapësirat shqiptare. Në vitin 2026, ky event është në vitin e 16, duke ndikuar realisht në njohjen nga afër të jetës së popullsive të të gjithë territorit ku jetojnë shqiptarët. Glikoja mbetet një nga simbolet më të forta të traditës dhe mikpritjes nëpërmet. Në çdo familje ruhen recetat e trashëguara brez pas brezi, ndërsa për shumë gra kjo traditë është kthyer edhe në burim jetese. Një prej tyre është Alketa Qyraj, e cila prej 11 vitesh merret me përgatitjen e glikove artizanale. Zanatin e ka mësuar që fëmijë nga nëna dhe gjyshet, duke trashëguar jo vetëm sekretet e përgatitjes, por edhe dashurinë për këtë art. Nëpërmet, tradita e përgatitjes së glikove është një art që trashëgohet brez pas brezi. Thuhet shpesh se nuk ka gra në këtë qytet që nuk din të përgatisin ëmbëlsira tradicionale të glikos, një prej simbolikave më të njohura të mikpritjes përmetare. Një prej artizaneve që mban gjallë këtë traditë është Alketa Qyraj. Ajo e ka mësuar zanatin që në moshë të vogël nga nëna dhe gjyshja e saj, duke trashëguar jo vetëm recetat, por edhe dashurinë për këtë punë. Prej 11 vitesh, Alketa siguron të ardhurat për familjen e saj, pikërisht nga përgatitja dhe shija e glikove artizanale. Me të gjitha merrem me përpunimin e glikove, me etiketim, me ambalazhim, komplet puna që bëhet këtu brenda në punishte, unë duhet të merrem se s'bën. Në sezon është më e vështira, në bërjen e reçelnave, se duhet të bëhet zjerja, duhet të bëhet futja e glikos në gërqele, duhet lar, duhet bëhet edhe mbushja e kavanozit që po bëjmë etiketën tani, mbushje, sterilizim, etiketim, bëhen të gjitha proceset. Këtu bëhen 13 gliko dhe më e vështira është arra, sepse kërkon shumë përkushtim. 15 ditë duhet të rinë në ujë dhe unë duhet ta ndëroj darkë dhe mëngjes ujin që t'i dali hidhërimi. Pastaj glikot e tjera bëhen brenda ditës, se cila ka procesin e saj teknologjik, po arra është më e vështira, më e kërkuara dhe më e mira.
Megjithse, përgatitja e glikove kalon në disa procese të kujdesshme, nga përzgjedhja e frutave, zjerrja me sheqer në masën e duhur, deri te ruajtja tradicionale. Kënaqësia që merr nga vlerësimet e atyre që provon këto ëmbëlsira e bën çdo sakrificë të vlefshme. Unë për vetë time ndihem shumë e kënaqur kur një grup turistash vjen këtu kur ne qerasim i provojnë glikotet tona, shikojnë tër procesin, se ka grupe për shembull që ndjek tër procesin që bëhet dhe në fund kur dalin ata të kënaqur dhe unë jam shumë e kënaqur e harruja të lodhje që bëra procesin me gjithë ta. Nëpërmet, ka shumë vajza dhe gra si Alketa Qyraj që sigurojnë të ardhurat ekonomike nga përgatitja e glikove artizanale, duke kthyer këtë traditë në një burim të rëndësishëm të ardhurave. Kemi udhëtuar këtë të hënë në fshatin Su të Libohovës, një fshat që dikur njihej për prodhimin e dardhe dhe perimeve që furnizonin tregun e Gjirokastrës, i cili ka mbetur me pak banor, të cilët merren me bujqësi dhe blegtori, duke ruajtur traditat e hershme të zonës. Me gjithë sfidat e braktisjes, shpresa për ringjalljen e fshatit mbetet zhvillimi i agroturizmit, bukuritë natyrore dhe produktet bio që ofron zona. Fshati Su, pjesë e njësisë administrative qendër në bashkinë Libohov, është një ndër vendbanimet e vjetra të zonës. I njohur për traditën në blegtori, bujqësi dhe frutikultur, Sua ka qenë dikur një fshat i madh dhe i gjallëruar. Banorët e vjetër tregojnë se fshati ka pasur një histori të pasur, të dëshmuar nga manastiri dhe kisha që mbartin vlera të rëndësishme kulturore dhe shpirtërore. Nuk ka ndonjë historik që të caktoj datën se kur është krijuar ky fshat, po më të shumë në fshati janë të ardhur. Për shembull kemi lagjen e Vleja, romunët janë aty. Ata janë të ardhur rreth vitit 57. Ndërsa fshatarët pastaj kanë qenë autokton të vendit, po pa tokat e tyre, pa gjë, duke qenë se kanë qenë të tëra këto troje dhe fusha ka qenë e agallarëve të Gjirokastrës. Dhe punoni si bujsh roba atje. Eri undrua sistemi, undrua të tëra eri kooperativa, më vonë eri demokracia, unë ato ka është dhe fshatarve. Kisha është rindërtuar prap, se u do gjatë luftës, po ka qenë ndërtuar që shpejt, që se kur qenë banorët. Ajo kisha ati. Edhe ajo kisha ati për te, që janë varezat e fshatit. I ershëm është, fshati i ershëm, pleqet, thoshin pleqet, që Sua, do me thënë, është vënd me ujë, thoshin. Pandaj kanë vënë edhe emrin Su, që kemi dëgjuar në pleqet e parneve, se ne jemi moshe e vogël në Karshia dure. Atje të kësha i mesori që i thëmë ne, atje ka qenë manastir e madhë. Po tani në kone, pas në luftra tëra u prish. Vitet e mëparshme Sua shquhej për prodhimin e dardhëve dhe perimeve, me të cilat furnizonte tregun e Gjirokastrës. Fshati ishte plot jetë dhe ekonomi aktive, ndërsa sot numri i banorëve është reduktuar ndjeshëm. Ata pak banorë që kanë mbetur vazhdojnë të merren me bujqësi dhe blegtori, duke siguruar të ardhura për familjet e tyre dhe duke mbajtur gjallë traditën e punës në tokë. Fal përkushtimit të tyre, fshati e nderuar një pjesë të frymës së dikurshme. Fshati këtu ka qenë bujqësi dhe blegtori. Për në atë kone e sistemit komunist, që ishim kooperativë bujqësore, tani si janë larguar. Unë kam 3 fëmijë. Një kam në Athinë, di kam në zonën e Korinthit. Me bujqësi këtu, përjashtoj një djalë këtej në fshati, që ka bërë një pemtaria të poshtë, ju fut punës që shpejt dhe këtu është me gjithë gruan ai. Me blegtori është këtë djali këtu që ka bërë stallën ati dhe është dhe një teatr, një fshatar teatr dhe kjo është jeta në fshat. Dhe këta që e majnë këtë blegtori, e majnë që s'kanë ku të venë, një dhe dita ruajnë dhe traditën. Do me marrin nga kjo blegtori dhe aqë sa për të jetuar për vete. Blegtoria të tërë kishën blegtori. Edhe neve fisiton kishëm në 150 kohë këshu. Masi u erdi pasaj u socializmi, u morën, do më thënë, u bë kooperativa dhe këshu u hodhëm në kooperativë të tërë.
Tani kanë ngellur, na 100 gjë në 20 kanë ngellur tani. Edhe di nga di pleq, po me moshe tret. Na 80, 75, 80, vetëm di janë që i kanë mbledhuri. Turistë kalojnë edhe kënaqen kur shkojnë këtu, fshati mirë thonë, po neve nuk do të kesh edhe njerëz që të bëjë edhe një godinë. Atje të bëjnë, po të jetë të rinjë, të qenë të rinjë, do bëjnë e godina, edhe do rinë, do bëjnë edhe me kuaj, që të ikin të shpejnë në majtë në malje, të vejnë edhe në Shqeper, në vend të këtia. Me gjithë sfidën e braktisjes, banorët e Suës shohin me optimizëm të ardhmen përmes zhvillimit të agroturizmit. Bukuritë natyrore të zonës dhe produktet bio të kultivuara nga vetë ata përbën një potencial të madh për tërheqjen e vizitorëve. Edhe pse aktualisht mungon një bujtinë për të mirëpritur turistët, interesi për zonën po rritet. Me mbështetjen e dur dhe iniciativat konkrete, Suа mund të rikthehet sërish në një fshat të gjallë, duke ndërthurur traditën me zhvillimin modern. Ishim në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra. Unë ju falenderoj për vëmendjen, ju uroj shikim të këndshëm të programeve tona në vijim. Bashkë miru pafshim.